ju flisni për beteja, ndërsa unë flas edhe për ndëshkimin e banorëve vendas, për shembull ndëshkimi i Borovës. Varezat e Borovës janë një dëshmi e madhe e asaj çfarë ndodhi gjatë luftës me shqiptarët. Dhe kur nuk pati një lloj tregimi shpërblys për këta njerëz. Domethënë diçka, më bën përshtypje kjo, më bën përshtypje. Okej, kanë shkuar në ambasador gjerman, kanë kërkuar falje më pas, po asgjë, kaq. Gjermanët kanë kërkuar falje për atë. Po. Bla ambasada gjermane nuk e kam shumë saktë, po nga sa kam parë në shtyp, e ka sponsorizuar atë rindërtimin e lapidarit aty në Borov. Dhe është ngritur. Po. E dyta, djali ati komandantit gjerman që ka ardhe ka bërë, si me thënë, një lloj tendese. E di, bravo qoftë atij që erdhi. Unë po them çfarë mund bëjmë ne. Domethënë ne që nuk muremi me historinë tonë. Vran njerëz pafajshëm, i dogjën gjallë, i brenda kish. Kjo nuk ka ndodhur në Borov, ka ndodhur edhe në vende të tjera të Shqipërisë, ka ndodhur në vende të tjera të Ballkanit dhe të Evropës, jemi realist. Po në Borov është një numër i madh, dhe për më tepër gra e